Miqtë mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë jemi në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur, ku ditën e sotme do të mbetemi përsëri tek tema e 3 fëmijëve, të cilët u gjendën në disa pamje të paprecedenta, pamje të cilat ende nuk dihen se kush i ka bërë dhe kush i ka shpërndar më pas në media, por faktet kanë tronditur opinionin mbar publik. Në studion e emisionit me zemër të hapur janë pyetur të gjithë personazhet e përfshira në këtë ngjarje, duke filluar nga nëna e 3 fëmijëve fillimisht dhe më pas në një përballje live të parë dhe të drejt për drejt ekskluzive me ish-vjerrën dhe me gjyshen e 3 fëmijëve. Për herë të parë në një intervistë të gjatë, të detajuar, babai i 3 fëmijëve, mbasi është larguar nga Shqipëria, ka mbritur me urgjencë pas pamjeve dhe mbas telefonatës së nënës së tij, ka ardhur, ka parë fëmijët, i ka vizituar ata në ambientet e spitalit, fëmijët po kalojnë një infeksion shumë të madh dhe nuk është një infeksion i krijuar pikërisht nga ato pamje, se me sa duket opinioni publik është ndarë më dysh për gjetur fajtorin e vërtet. Fajtorët e vërtet janë pikërisht instancat të cilat nuk kanë pasur në monitorim pikërisht nënën së bashku me 3 fëmijët. Për sa i përket 3 fëmijëve, fajtor mund të jetë edhe babai edhe nëna. Babai në një intervistë të gjatë që nga divorci, arsyeja e këtij divorci deri tek dëshmitë që fëmijët i kanë dhënë në ambientet e spitalit rajonal të Durrësit, ku shkoi dhe i takoi se kush i kishte krijuar ato pamje. Kamerat e sigurisë që ai ka parë, nëse ishte nëna e tij që e kishte krijuar pikërisht atë rrëmuj, sipas dëshmisë ish-bashortes së tij, por edhe shumë akuza që kjo e fundit ka dhënë në drejtim të nënës së tij dhe tatit vet, për sa i përket edhe një justifikimi që ajo ka dhënë në media për shkak edhe të pensionit ushqimor, përgjegjësisë që ka pasur babai. Për të gjitha këto, ju do të dëgjoni intervistën e gjatë të babait të 3 fëmijëve. Fillimisht materiali përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit me zemër të hapur, Anila Akmataj, dhe rikthehemi në transmetim të drejt për dëgjuar babain fillimisht dhe pas për të marrë komentin e specialistëve tonë. Historia që do të trajtohet ditën e sotme në studion e emisionit me zemër të hapur ka të bëjë me 3 fëmijët e mitur të cilët u gjetën të mbyllur në banesën e tyre në Durrës, të vetëm dhe të uritur. Nëna ka treguar detaje nga jeta e saj në studion e emisionit. Ajo tha për emisionin se kishte pasur një çështje gjyqësore të hapur në Shqipëri, pasi kishte pasur një martesë për letra në këmbim të përfitimit financiar. Ajo u denoncua publikisht nga ish-vjerra e saj me të cilën pati një përballje live, duke u kundërshtuar dhe duke drejtuar gishtin se e gjithë kjo shfaqje u inskenua nga ajo. Por nga ana tjetër, ish-vjerra tregoi se fëmijët kur janë mbajtur dhe kanë qëndruar në ambientet e saj, nuk kanë qenë kurrë kështu në këtë gjendje. Nëna e 3 fëmijëve tha se nuk do të hiqte dorë nga fëmijët e saj. Ditën e sotme rrëfehet për herë të parë babai i 3 fëmijëve, i cili në një bisedë të gjatë me drejtuesen e emisionit Evis Ahmetin, ai ka rrëfyer detaje nga jeta bashkëshortore, duke treguar se divorci ka ardhur si pasojë e tradhtisë nga ana e bashkëshortes. Ndër të tjera, ai ka rrëfyer se ish-bashkëshortja ka kryer veprime të turpshme me meshkuj të tjerë edhe në sy të fëmijëve, video të cilat ai disponon. Ndiqni rrëfimin. Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt në studion e emisionit me zemër të hapur. Të gjitha provat që u përmendën nga kolegja dhe kryeredaktorja e emisionit me zemër të hapur, Anila Akmataj, për shkak të pamjeve sensitive që këto video dhe këto prova kanë, nuk mund t'i shfaqim në publik, por edhe nuk mund të heshtim sikur nuk kemi parë absolutisht asgjë. Kemi rrëfimin e fëmijëve, se si ata fëmijë duken në video të dhunuar në fytyrë edhe në pjesën e kurrizit. Ato përmendin emrin e një shtetasi, jemi kërkim të këtij shtetasi, të cilit mund t'i marrim edhe prenoncimin e tij. Fëmijët janë dhunuar nga ana e një mashkulli që me sa duket ka qenë në shoqërinë e nënës. Për këtë arsye babai tregon pikërisht se ka shkuar për të kërkuar sqarim tek ish-bashkëshortja dhe kjo e fundit ka thirrur policinë dhe ka kërkuar urdhrin e mbrojtjes. Ndërkohë zotëria thotë që unë isha në kërkim të këtij shtetasi, sepse fëmijët e përmendin në fakt me emër me mbiemër, unë i kam parë shenjat e dhunës së fëmijëve, nuk mund t'i shfaqim rrëfimet e tyre dhe këto shenja në transmetim të drejt për drejt. Megjithatë unë pres që nëna të na ndjeki dhe ndoshta ka një justifikim për të gjitha këto. Kemi pamje se si fëmijët janë shkolluar në Itali, se si janë mirëmbajtur, se si janë shoqëruar nga shkolla në shtëpi dhe anasjelltas nga shtëpia në shkollë, gjë që nuk ndodh në qytetin e Durrësit. Kemi
rrëfimin e fëmijëve nga ambienti i spitalit rajonal të Durrësit, ku fëmijët thonë që po rrëmujën e ka bërë mami, letrat i hedh mami, është një rrëfim që ato e kanë bërë tek babai i tyre, ndërkohë që zonja, nëna e 3 fëmijëve, ka deklaruar që edhe tek shërbimi social, por edhe në media, me 180.000 lekë të vjetra, unë nuk mund t'i mbaj dot fëmijët, prandaj më duhet të punoj me orë të gjata. Për shkak të këtyre orëve të gjata, ajo mund t'i linte vetëm fëmijët, siç ka ndodhur në rastin konkret, derisa skandali dhe këto pamje dolën në media. Ajo thotë që babai edhe nuk e ka paguar detyrimin ushqimor, përmendi një episod të 31 dhjetorit 2025, por ndërkohë ne do t'japim të paktën për ta provuar që gjithçka që po them në këtë studio, edhe pse nuk po transmetohen, do të thotë që unë i kam parë dhe mbaj përgjegjësinë time të plot të atyre materialeve që mund mos të transmetueshme për publikun, por do ndalojmë tek mandatet e pagesave të detyrimit ushqimor dhe sidomos do ndaloj tek data 31 dhjetor 2025. Ne do dëgjojmë versionin e babait, një baba i shqetësuar në fakt, por ai flet edhe për raportin e vështirë që është munduar ta mbajë me ish-bashorten, është kuptuar që ish-bashortja ka shkuar në Itali dhe është strehuar në Itali tek ish-vjera, pra ata kanë pasur raporte të mira, jo siç ka pretenduar në fakt nëna e 3 fëmijëve, të gjitha këto të provuara nga babai. Ne do t'i flasim hapasapi në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, me mua në studio avokatja zonja Teuta Shkëmbi. Përshëndetje Teut, mirë se erdhe. Kënaqësi gjithmonë. Në krahun tënd Irina Shanaj, psikologja, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje. Histori që trondit. Faktet dhe provat janë në redaksinë e emisionit Me Zemër të Hapur. Unë nuk mund të bëj dot sikur nuk i kam parë, pavarësisht se nuk po i transmetoj, po ja kursej fëmijëve, por ja kursej publikut, por mbi të gjitha po ja kursej asaj nëna. Por faktet janë fakte dhe me sa duket babai ka hapur një proces tashmë ligjor, do të flasi gjykata se me këtë duhet rrim fëmijët, pavarësisht se shërbimi social i ka dhënë një shans të dytë nënës. Unë e thash edhe në emisionin e fundit, nëse shërbimi social po mbulon gabimet e veta, sepse shërbimi social në Durrës është njoftuar nga nëna, siç pohon ajo, por edhe sipas investigimeve tona është njoftuar edhe nga shkolla e 2 fëmijëve më të mëdhenj, se fëmia më e vogël vajza është në moshë të mitur. Atëherë, ndjekim në këto momente intervistën e gjatë të parë që babai ka dhënë që nga momenti i divorcit dhe deri tek ngjarja e fundit të atyre fëmijëve. Ndjekim. Alo, përshëndetje, jam Evisa Meti, drejtuese e emisionit Me Zemër të Hapur në News 24. Desha të flisja pak me ty në lidhje me një problem që ka bërë një telefonuese ditën e sotme në emisionin Me Zemër të Hapur. Po? Ajo ka treguar që ju njinte që nga viti 2015 ty dhe ish-bashorten tënde, Blerinën. S'besoj të njoh. Jo, të njeh, sepse ajo tha që Blerina punonte në një furrë buke dhe unë e kam të konfirmuar këtë në Kavaj, të ka njohur edhe ty dhe thotë që ti ishe shumë problematik, luaje bixhoz, pije alkol dhe madje ke shitur edhe shtëpinë për këtë gjë. Jo. Po. Po më gjendë. Po. Nëse unë pi alkol. Po. Unë kam për poshtë ju hap çfarë të doni ju. Nëse unë pi alkol. E qartë. Në tërë vitin, nëse unë mund të pi maksimumi 1 pirë, 2 pirë, unë të jap çfarë të duash ti. Po më gjë. Po. Shkoj ti bëj testin e alkoolit e drogës. A pin as pin. Nëna e fëmijëve të tu pi? Nëna e fëmijëve. Ta bëja atë. Si mund ta them këtë di diçka. Po nuk e ka thënë ish-bashortja jote këtë gjë? E ka thënë një zonjë që ju njifte të dyve. Unë nuk pi alkool ndonjëherë, s'kam pi. Po bixhoz keni luajtur? Tani si gjithë njerëzit që drejnë në sketin, nuk do të lësë bixhoz. Jo kam shitë më shpinë për s'kam lësë bixhoz. Po borxhe keni marrë në 2015-ën? Kur fëmijët kanë qenë të vegjël, djali i madh ka qenë 2 vjeç. 2015 jo, s'kam marrë borxhe. A janë këto? Kur ka dashur ai tikën në Gjermani, ka marrë banga, gjëra vëllëriqe, si ka marrë. Edhe punë janë ndarë, si thotë ka ardhur nga kjo punë, nuk ka ardhur nga kjo punë, se unë e kam kap me 2 persona që më ka tratu. Me 2 persona? Me 2 arsye ndarë, si jam ndarë me këtë personun. Po? Jam ndarë se e kam kapur se më ka tratuar. Dhe e kam nënë, si mund të lej një baba në një grua me 3 fëmijë. E kam nënë për punë tradhtie. Kjo është gjithë historia, nuk është historia bizgjozi që nga 3 njerëzit. Punë tradhtie, unë kam me video, me çdo gjë, si plasi fëmijët, si e kam parë fëmijët ku ka kryer marrëdhënie.
Pik më pit. Atëre, t'ju bëj një pyetje, në qoftë se është kështu si ju thoni, gjatë kohës së divorcit në gjykat, i ke përdorur këto prova? Të më gjeshtë diçka tjetër, e dyta. Se dëgjova pak. Si thoshte ajo ka një urdhër mbrojtje. Si ka bëj një denuncim në Shqipëri. Po, arsye denuncimit pse është bë? Është bë sepse ishi dashur i asaj në Shqipëri, i ka gjytur djalit tim. E unë kërku atë ishte dashur e asaj për ta rrahur. Edhe ajo çfarë më ka bë? Më ka shkuar në polici. Më ka denuncuar si unë duhet vrisja këtë. E unë vajta në gjyq për këtë gjë, e i thashu mas një viti kujtojmë të vrasëm këtë. Si për thoni, unë përkërkoja ishte dashur në saj. Edhe unë akoma këse ditë unë përkërkojmë. Unë një ditë ku ta shikoj, e di unë se çfarë të bëj, me ata. Më fali, kë ka rrahur nga fëmijë, djalin e madh? Vetëm pa emra, të lutem. Të voglin. Të voglin ka. Po pse e ka rrahur? Pse e ka rrahur? E ka me video me çdo gjë. E ka rrahur ish dashur asaj. Po pse? Çfarë ka bërë djali për ta rrahur ai? Për arsye më ka denuncuar mua ajo se ka marrë urdhër mbrojtje 15 ditë. I ka avokate gjithë këto video. Edhe gjithë gjyqtarit këto mohabet. Mirë, të të bëj një pyetje? Unë i kam qezu ku ka fol. Po, të të bëj një pyetje, po ti këtë person pse doje ta rrije ose ta vrisje dhe nuk e çove dhe denoncove në polici? Tani si të më diçka aty, kur shikon diçka ti një video diçka, dhe të merresh me policin, unë nuk merrem me policin, unë do ta kapoj personalisht. Unë aty ta nxjerrje. E ke këtë video, e disponon? Normal. Okej. Si disponoj? Ja kam shkuar avokati, si flasin. Pra, divorci juaj erdhi për shkak të tradhtisë ish bashortes, apo jo? Po, me 2 persona. 2 persona. Atëherë, kur... Pra këtë arsye është ndarja, nuk është ndarja Bizhozi kjo budalliqe. Se Bizhoz kam lujt. Mirë pa buksi kam lënë për atë punë. E kuptova. Që se kam los, s'ke di si gjithë njerëzit. Jo se është mes tradhtia. Ajo, më fal. Mes Bizhozi ndarjes. Dhe alkooli. E kuptoj. Alkooli ta harrosh në spi alkool. E vetëm gjë si piu kafe po pi. Po. Po alkool zero. Po. Gjithsesi unë dua të ndaloj dhe në një pikë tjetër. Të gjitha këto provat që i ke pasur gjatë momentit që bëre divorci në gjykat, a i përdore? Qëllën, ka qenë më bjete kështu. Kam bo divorcit, bo marrëveshje me ish grun, si momenti që do vije në Itali unë, po? Edhe do më jepte fëmijët mu për me jetu në Itali. Po. Era në Itali, më bora me dokumente, më se gjë për t'i marrë, më tha jo. Kështu ka qenë gjithë historia. Ju përpara se dilte skandali asaj video si pam edhe mënyrës se si u gjet shtëpia e ish bashortes ku rrin edhe 3 fëmijët e tu. Si keni pasur marrëdhënie, se ajo vinte në Itali? Po, vinte, mirë, në rregull. Domethënë si 2 ish bashortin nuk ishit atë mbetje. Dgjoj. Po. Dgjoj, rrishmi shpinë. Po. Tani unë do ikja për punë. Po. Kjo na ushote masivisht vites unë fletë muzhin. Po. Ajo fletë ma tha me nanën time me fëmijë. Na vite rritë gjithë natë në live të fol TikTok. Po. I thoj ti gos. Lena TikTok se do flet gjuhë, do ikë për punë nesër. Do shojmë të ikë punë. Po. Ka punë kanë ato TikTok, ato shokët e gjë. Të bëj një pyetje tjetër. Po. Erdhin në Shqipëri. Po. Në Itali. Arsye pse se thotë ajo si kam ikur për gjyq. Ai ka ikë 3 herë në Shqipëri. Ka ikë 3 herë në Shqipëri. Po. Era fundit se do të ikë, thamu, si do iki për si era në fundit, për sa iku? Iku se kërkun shoqët e shokës. Ajo thot për të bërë një gjyq të heqja mbi emrin që i kisha dhënë dikujt në këmbim të parave. As pak e vërtet. Unë jam lutur mos ik se s'do vish dot më. Po në Gjermani ajo ka ikur kur keni qenë bashkë juve? Gjermani, ajo ku erdhi? Po. Këto tikte në Gjermani, unë thash unë kam qenë kundër tikte. Do tikte në Gjermani. A keni qenë të martuar? Martuar, kam qenë. Po. Kam qenë i martuar. Po. Edhe unë i kam thënë, nuk mos ik në Gjermani, se do vi punën të ndarja, se do të tradhosh, do dalin gjëra, do ndana. Po. Tha mu jo. Do iki se unë jam kështu, të mi iki, thash qoftë të mu. Iku në Gjermani. Ka marrë bosh për ata se mi kërkotet nga Gjermani, njësa lek nga Shqipëria, i që e lek. Andej? Po.
Erdhi puna, harriti tradhoi, zbulova gjëra se kishim të njëjtin një email, e mbishim fotot në email, e ndryshoi emailin së gjë, i zbulova janë zë gjë me provë, me zë gjë me video ku shmej dhe fëmijët, si i kanë regjistruar, si thonë, si e kanë pa la kurish, me tjetri, i kanë tërë me video. Unë i kam rritur këto video si në i të ardhme, fëmijët ta dinë se kush është nëna e tyre. Për këtë arsye i kam. Shiko, po nuk do t'i bëj dëm fëmijëve se kush është nëna e tyre ti tregosh të tilla gjëra? I kam rritur, i kam për veten tim, i kam majtur, i kam aty. Po pse si përdore në gjykat? Pse nuk i përdore në gjykat? Të kërkoj edhe kujdestarinë e fëmijëve ndërkohë. Se ti po e paraqit atë si nën të padenj. Dgjoj, një marrëveshje, si momentin se të vija në Itali, unë të bëja letër, dhe më jep të fëmijët atë më tek ishte. Kështu ka qenë marrëveshja. E kuptova. Po pse e lejove ti se me 5 tetor fëmijët do vinin shenjat e gishtave, do merrnin dokumentat? Pse i lejove ti të iknin në Shqipëri? Që lejo, si më tha moja, do na thoj polici thash. Unë kam shku, i kam marrë nanën e babën, e kam marrë nga Franca, i kam sjell në Itali, për t'i mushur menjën në për t'i lënë fëmijët tuaj, nuk pranonte. E qartë. E qartë. Do doja të dija, ti si e përjetove pamjet që dolën në media? Dgjoj. Po. Kjo nuk është hera parë si është shtëpia në gjendje. Kam dëgjuar shumë gjëra si thënë se e ka pa nëna ime. Thënë diçka tjetër. Po. Se aq logjikonin, aq shikoj njerëzit. Aq mendojnë. Po. Aty ka një kamerë. Po. Si tregon hyrjen e daljes time, hyrjen e daljes së nënës time, e daljen. Po. Qofse ajo ka ndetur në atë shtëpi, qofse ka kalu 20 minuta si ka ndetur te ajo shtëpia, unë jap shatush e them se ka po nëna ime. Qofse ka kalu 20 minuta. Po. Ajo as ka ndetur as 5 minuta te shtëpi. Ka ka dalë me radhë. E qartë. Mund të kontrolloni kamerët, i marri policia kamerët të shikoj. Ty kush të njoftoi për atë gjendjen e banesës? Amaja. Çfarë të tha, e mban mend? Po nuk është hera parë si është kjo shtëpi në këtë gjendje. Ajo ka ndru, si sa shtëpi ka ndru ajo, ka thënë mundi. 1, 2, 3, 4 shtëpia. E kuptoj. Sa di unë, 4. Po largimin nga... shtëpia, Po? të njëjta situacion ka qenë. E kuptoj. E kuptoj. Mbasi erdhe në Shqipëri që i takove fëmijët, çfarë të thanë fëmijët? Ku shkova te spitali, unë kam po një burë telefon në regjistrim. Po. Te spitali. I thash do vini në Itali, fillu të përtit, të fuqit kanë qef. I kam pyetur fëmijët si kanë të regjistruar, kush ka po shtëpinë në këtë gjendje, si ishte aty, pa përmend emër asnjësh. Po. Ka thënë tekstualisht fëmijët, si e ka bo mami. Ka jetë mami, roba në tokë, motra ka jetë roba. Tekstualisht. Po Këtë video... ish bashortja jote ishte aty? Aty ishte. E mohoi përballë teje? A? E mohoi përballë teje që nuk e kam bërë unë shtëpinë atë gjendje? Se në emision tha që nuk e kam bërë unë. A shumë thamë. Në thamë, kush e bërë shtëpi? Nana jote në thamë. I thash ti mund të gjenjesh në të tjerë dhe shumë mund të gjenjë dhe të mund. Se të një shumë mirë. Po kur fëmijët thanë emrin e saj, si veproi ajo? A? Kur fëmijët thanë emrin e saj, e bëri mami, si veproi ajo përballë fëmijëve? Ka qa do veproje, që kështë për vepru? Nuk i kundërshtoi fëmijët? Është, dgjoj. Po. Është. E ka vetë natyrën mashtrimin në gjep. Kuptova. Po në lidhje me smundjen e fëmijës, se ju kishin kërkuar disa ilaçe për t'i marrë në Itali, si e mësove ti smundjen e tyre? Si mësove? Po. Më tregoj kjo, se e palla marrë vesh, ka një smundje para 3 muajve, edhe unë e pyesja, qa smundje është? Ishte një smundje shu, koti tha mu. Qa smundje është? Ka një emër kjo smundje është. Thot mu zjepje. Unë thashëm, sa di zjepje, thashëm, gjithë se nga palara. Jo, nuk gjithë nga palara se fëmijët i laj. Kjo është, më ka kërku ilaçe si të që nga Italia në Shqipëri, unë s'mu të marrë ilaçe pa recetë të doktorit. E vërtet. Ja që e asajt. Është e vërtet. Pra ju pas keni pas marrëdhënie të mira, edhe pas pjesës së divorcit tuaj. Flisja me fëmijët. Tani, ajo mizit të fëmijët mu, kur i shoja gjithmonë lekët.
i kërkoja ku ka qenë fëmijët në Itali, ku ka qenë në Shqipëri, ajo i pa të hapë WhatsApp fëmijëve, ka stile, të flisim me nënën e tyre për ditë. Po. Ajo më nxitën vetë momenti kur unë i çoja lekët, më nxitën një herë muaj. Telefon 5 minuta, muajin tjetër kur çoja lekët prap, do flisa telefon. Kjo ishte qenë gjithashtu. E kuptoj. Si flisim edhe. Po pensionin ushqimorja kishe çuar së fund me ti, se ajo thot kam disa muaj që nuk e marr pensionin e fëmijëve. Ka disa muaj se me? Po. Sa ti njështre, gjithë. Jo, mund të më sillni mandatet, ë? Ju më sillni mandatet që i keni nisur. Mu shqyqyr zoti si ka mërujt ato letrat, e kam shumë ditë mirë. këtë historisë në një momenti, Po. unë i kam tëra. Edhe si për dëgjohëm një video si po thoshin, si për vitris që ka bërë Ural Babaj, në 31 dhjetor unë i kam njës leket, si kështoshin dhe vitë njëri. Po, Edhe muj për muj, unë i kam që. po. 10 muj si kanë dhejtë dhe fëmijët, nuk kam se t'i qoja, ose i kisha të një dali. E për këtë periudhë po flet. Për këtë periudhë flet ajo. Gjatë kohës që kanë qenë këtu në Itali, ti si ke dhënë para. Po, ka qenë këtu, se u i kam majtur, ka qenë në Shqipëri 5 muj, i kërkoj një asaj të 21 lekë që të kujdes për fëmijët, fare, zero. Gjatë kohës që ajo ka qenë në Shqipëri dhe fëmijët këty, ajo punonte, pra ka mbledhur disa para ato 10 muaj, se s'ka pasur shpenzime fëmijësh. Punon dhe hiku Shqipëri, filloj punë Shqipëri, se qa bota ne, se di. E Në kuptova. vera ka qenë në Shqipëri, unë s'kam kërku në herë para nga jo, se ti ma të fëmi, se i kisha këtu. E kuptoj. Unë pagese muj për muj e kam bërë. Okej. E kuptoj. E kuptoj. Tani si ti erdhe, i takove fëmijët edhe fole edhe me avokatët e tu, apo jo? E ke bërë kërkesën për të kërkuar kujdestarinë e fëmijëve në gjykat, apo jo? Po. Tani ti kërkon ti marrësh të gjithë fëmijët e asaj? Të gjithë. Të gjithë. Ne kuptoj. Po do jetë pak e vështirë që gjykata të ti besoj ty të 3 fëmijët. Tani, qatë që të vendosin ta bëjnë, unë jam gjyqtar. Në qoftë se gjykata do vendosi që ti t'jesh kujdestari atyre 3 fëmijëve, besoj se nëna duhet t'i takoj ata 3 fëmijë, apo jo? Unë se janë dalë nënë. E kuptova. Ajo e para punës, ajo mi ka ndaluar mu, si mi nëzitet një mujtë. Kujsoj e lek një mujtë mi nëzitet një telefon. E kuptova. Po në qoftë se gjykata vendos që ti mbaj ajo përsëri. Hapit i kërkoja unë, hapit telefon WhatsApp, jo s'kam numër, jo telefoni Shqipërisë, gjemon mashtrimit. Po në qoftë se gjykata do vendosi përsëri që ajo t'jetë kujdestare, çfarë do bëni juve? Tani, çfarë do bëj, kam çfarë bëj? Vendosin. Aty nuk duket e drejtë, dhe duket do të ku të arrijë momenti pasi do arrijë akoma më keq, sa do deri tani për mua i ka rritur Zoti. E kuptoj. Po të ndodhi diçka tjetër të vdekur nga një nga ato fëmijë, si bie? Po në fakt nëna juaj ka deklaruar Mund që ta se korrenti, E vërtet. Janë shumë faktore. Mund të binte dera dhe mund të ishin njerëz të cilët janë abuziv me fëmijët, është e vërtet. Por nëna juaj ka edhe pamjet që fëmijët shfaqen në balkon të vetëm. Pse s'more masa që atëre ndaj atyre fëmijëve? Po kam thonë hase do shoj, do marrë vesh, çfarë them? Po ke folur ti me ish bashortën, i ke thënë ki kujdes se fëmijët nuk mund të dalin në balkon? I kam thënë Çfarë thoshte? në shkollë. Si shkoj fëmijët në shkollë? Bëj i pyetje ti? Tani unë nuk kam mundur të flas me shkollën, por di që shkolla ka lajmëruar shërbimet sociale. Fëmijët shkojnë në shkollë? Po, besoj se po. Mbas janarit, pushimeve, jo. Si? Dgjoj. Besoj se do t'i çoj njëri në shkollë dhe ti marrë nga shkolla. Po, është e vërtet, po. Patjetër. Tu është komplet e kundra. Si është e kundërta? Ata ikin vetë dhe vin vetë nga shkolla? Vetë. Sa larg është shkolla e tyre? Po, të lëvrit është nuk ka mund tjetë një 10 minuta besoj. Ka rrisje në rrugë për të kaluar rrugë me makina, semafore? Normal është. Se s'bon ka. E kuptova. Mu të pyesi shkollën, mu të pyesi i din gjithë. Po pse nuk i more masat përpara se të plaste dhe skandali në media? Pse nuk more masat e tua nga larg? Çfarë pasat? Ha, kom thosë do lëshoj, ha sot, ha nesër. Leo, çfarë bëje? E qartë. Ju keni për atë punë i solla një tali se pashtin qa në gjendje jetoshin e për ta sjellë.
Në fakt ju keni kërkuar ribashkim me ish gruan? Dëgjoj, Po. absolutisht jo. Tani të ke pa një njëri ti se të marrë ish gruan e të jetoj me një shtëpi, unë e mora vesh për ish fëmijëve, për me dhënë një të ardhmë fëmijëve, edhe të shikote jetën e vetë. Masi të bosh e fytë dokumenta, do gjete një shtëpi të shikote të ardhmë e vete. Është problemi se këtu në Itali nuk i pëlqet kjo jetë në Itali se do rritet me fëmijët, është dore, ajo i pëlqen jeta e Shqipërisë, libertati, si të dali orar pas orari, e nuk i pëlqen puna krahut, i pëlqen aventurat. Të të bëj një pyetje, në fakt me familjarët e saj çfarë marrëdhënie keni ju? I keni lajmëruar për gjithë këto pakënaqësi pas divorcit që ke pasur me nënën, me babain, me vllain, me motrën? I ke lajmëruar ata? I kam lajmëruar. Çfarë të kanë thënë, si kanë reaguar? Nuk janë të kënaqur se kanë dalë këto për media këto. E qartë, edhe ata janë të pakënaqur. Po, si ka dalë për media. Jo, unë them përpara se dilte në media, ti ke pakënaqësi dhe me shumë të drejtë, nëse janë të vërteta. Atëherë, i ke lajmëruar ti ata që dëgjoni se fëmijët mbetën pa dokumenta, fëmijët nuk po shkojnë në shkollë, fëmijët rrezikojnë kur shkojnë në shkollë? E din ata, dhe s'kan marrë masa. Sa masa të marrë? Po si dëgjojnë goca vetë, çfarë do bëjnë ata? E kuptoj. Nuk do të flas për pjesën e familjar të asaj. Okej, e kuptova. Në pas pjesës së parë të emisionit jemi rikthyer drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, një rrëfim i gjatë i babait, një rrëfim tronditës. Ai të gjitha fjalët që ka thënë atë intervistë i ka të vërtetuara me prova, provat të cilat kanë britur në redaksinë e emisionit Me Zemër të Hapur, për shkak se janë shumë sensibël, nuk mund t'i shfaqim në transmetim të drejt për drejt, kishim mundësi të mbulonim imazhin e fëmijëve, të ndryshonim zërin e fëmijëve dhe kemi zgjedhur të mos e bëjmë këtë. Po të paktën të treja zonjat që jemi në këtë studio, kemi parë në vetë të parë që babai mbron veten e tij, jo sa ai e përjashton nga fakti i këtyre pamjeve tronditëse. Por dëshmia e fëmijëve në ambientet e Spitalit Rajonal të Durrësit, ku deklarojnë se kush i ka hedhur ato pa pastërti, se kush e ka bërë atë rrëmuj, faqësojnë motrën e vogël, por faqësojnë edhe nënën e tyre. Është shumë tronditëse, por akoma më tronditëse është jetimi i këtyre 3 të miturve në 2 realitete krejt të ndryshme. Shohim 3 fëmijë të rritur ndryshe në shtetin italian, është mohuar e drejta e marrjes së dokumentave në Itali, sepse vetëm e 5 tetor të 2025-s të 3 fëmijët në mënyrë të padrejtë u morën nga nëna dhe nuk arritën dot të jepnin shenjat e gishtave në kuesturën e Brescias. Më vjen keq për gjithçka që ka ndodhur me këto 3 fëmijë, por kanë mbritur edhe shumë dëshmi, sepse dëshmia e një zonje dje që njihte çiftin nga viti 2015 ka bërë që babai të thyej heshtjen dhe t'japi intervistën e gjatë. Unë fillimisht do shkoj me psikologen, me Irena Shanaj, e tronditur sigurisht, por më e tronditur është pas të gjitha pamjeve që babai na ka vënë në dispozicion. Çdo fjalë që ai ka nxjerrë nga goja e tij është e justifikuar me prova dhe me fakte të cilat ai ka dërguar nëpërmjet avokatëve të tij në gjykatën e Durrësit. Fillimisht Irena dua të ndaloj pak teksa ke parë pamjet, fillimisht si nën, edhe pa dalë tek profesioni yt. Por si njeri, si grua, si vajzë, çfarë ndjeve në ato momente? The si ka mundësi, sepse ky është një realitet që me sa duket ka ardhur nga Amerika, në lidhje me ca çrregullime sjelljeje, por së fundmi është futur shumë edhe në Europë, sidomos në Gjermani. Dua të di ti vetë çfarë mendove fillimisht kur pe pamjet. Arrite ti çoje pamjet deri në fund, sepse ne fillimisht pamjet nuk i kemi dërguar deri në fund, nuk i shikonim dot. Më pas duke punuar, duke edhe ballafaquar çfarë thoshte nëna, çfarë thoshte gjyshja e fëmijëve, çfarë tha babai, na u desh të shikonim dhe të analizonim edhe pamjet. Sinan, më duhet të them që ishte një dhembje therse dhe tronditëse. Realiteti i përditshëm që po jetojnë ata 3 të mitur, të gjendur në kushte ekstreme, mos kujdesi, mungese përgjegjësie prindërore, braktisjeje,
me orë të tëra është realisht rënditse. Ishte shumë tronditse. Arrite t'i qoje pamjet deri në fund, se unë shikoj që vëmendjen e keke unë dhe jo nga uolli ku shfaqen simbolim pamjet për të kuptuar edhe njerëzit se për çfarë po flasim në studion e emisionit Me zemër të hapur. Po, kjo ishte diçka që u përfol shumë, ishte një video virale që na ngarkoi shumë emocionalisht. Do doja që fëmijët të mos ishin të ekspozuar mediatikisht në këtë rast. Në rastin tonë i kemi të mbuluar, absolutisht, është për të vlerësuar dhe për të respektuar si por jo gjitha mediat e tjera kanë zbuluar emrin, identitetin. Zbuluan fytyrat e fëmijëve, identiteti i fëmijëve që është vërtet shumë damkosës dhe shumë gjymtues për identitetin e tyre. Mendimi i parë nga aspekti personal, nga aspekti i nënës, nga aspekti i gruas, i motrës, i bijës, ishte ky që ti sapo e përmende. Në aspektin profesional, mendimi i parë që të erdhi në mendje dhe më pas marrim në analizë gjithçka që ka ndodhur këtë javë në studion e emisionit Me zemër të hapur. Ishin fëmijë në kushte ekstreme, në kushte moskujdesi ekstrem. Mirëpo, realisht mendimi i parë dhe shqetësimi i parë ishte edhe mënyra se si u drejtohej gjyshja e fëmijëve. Më duk të jetë shqetësuese, më duk të jetë e dhimbshme, gjithë ai regjistër komunikimi me aq nota përçmuese, me aq nota përbalëse, gati edhe me disa fjali, nëse do më duhet të citoj, edhe pse është pak gjuhë marginalizuese, nëna ju nuk jeni të një komuniteti tjetër, pra si mund të rriteni në këto kushte e tjerë, nuk është një gjuhë me të cilën mund t'i drejtohesh një fëmije, shpirtit të butë një fëmije. Po përballë tronditjes ka pësuar gjyshja, se nuk mund t'jemi kaq ata fëmijë po e jetojnë. Kaq të prerë me thik me gjyshen jo për ta marrë në mbrojtje. Ata fëmijë po e jetojnë atë terrë ditë pas dite, ata fëmijë po e jetojnë atë mungesë higjiene, ata fëmijë po e jetojnë atë mungesë pra ti nuk rregulli dhe justifikon as tronditjen që ka pësuar gjyshja atyre fëmijëve. Do doja që të mos u flitej fëmijëve, gjithçka që i natet mes të rriturve të komunikohen mes të rriturve. Po në këtë rast nuk ka pasur dhe jo inate të mes të transferohen dhe jo të goditet tek fëmia. Kështu ke menduar ti, Rena? Sepse ti e di që nuk ka pasur inate mes të rriturve. Pra një çift i ndar prej 5 vitesh, që ish vjera, ish burri, të hapin, jo më largë se sa në verën e kaluar. Konfliktet mes çiftit, edhe një personi tret që hynë në Rena, për të mos u vendosur tek publiku dhe mos deformojmë faktet tek publiku, të hapin dyert, të mbajnë fëmijët, të mbajnë ty, edhe pse je divorcuar, do të thotë që nuk ka pasur inate mes palve. Madje edhe vetë nëna thotë që po, sa herë ish vjera vinte, më kërkonte, duke përmendur dhe emrin e vet, që më kërkonte më nxirr t'i shoh fëmijët. Por ti ke parë, në vetë të parë, videon që gjyshja. Unë mendoj që ndërhyrja e palëve të treta duhet jetë në funksion të mbrojtjes dhe të mbështetjes, dhe jo në funksion të kritikimit, në funksion të atakimit, apo në funksion të gjymtimit apo deformimit të figurës prindërore. Në këtë rast ishte më tepër fokusi tek deformimi i figurës së nënës, pra që ishte një nënë e padenjë, se nuk flasim pamje që ishte një nënë e keqe dhe një nënë e paaftë. Unë nuk dua të qëndroj në këtë gjyshja. Kur e tha, sepse në emisionin e zemër të hapur nuk e ka thënë. Çfarë nënë është kjo? Po, mbas pamjeve po. Nënë është, eksakt, pra po ju referojmë pamjeve filmike. Po ti pe dhe pamjet në Itali të gjyshës së fëmijëve. Janë dy realitete që unë nuk i paralelizoj dot, edhe që realisht më dhemb, jo më kot e nisa fjalën time me dhembjen për realitetet ku po jetojnë këta fëmijë, sepse është një tronditje të jetë e madhe, është një konfuzion i jashtëzakonshëm emocional. Janë vendosur në dy realitete të polarizuara. Edhe voli ashtu për nënën dhe jam dakord me ty, apo da ju pësoj një tronditje dhe nuk dite se çfarë thoshte. Eksakt, gjyshja ka qenë një reagim tepër reaktiv i gjyshes, por në këtë rast duhet shumë maturi. Të ardhur këta fëmijë pas një divorci prindëror,
pas institucionalizimit të babait të tyre për 5 vite. Pra, ky baba ka qenë mungues për 5 vite, ka qenë një i burgosur, apo jo? Jo, për 5 vite? I ka kryer në moshën 18 vjeçare, të lutem Irena, Okej, prandaj sepse duhet kemi kujdes kur themin sa gjëra për të munduar njerëzit. Një 5 vjeçar. Një 5 vjeçar që i ka bërë në moshën 18 vjeç dhe aksident automobilistik në kuptimin që e ka zënë në gjumi në makinë dhe më pas është dënuar kur ai ka qenë fare i mitur. Tani, të lutem, prandaj krijohen emisionet, prandaj ka prova, prandaj ti kemi treguar Irena provat, jo për të marrë në mbrojtje gjyshën e fëmijëve, babain e fëmijëve. Nuk kemi këtu për të mbajtur qëndrim. 5 vite ata fëmijë nuk kanë qenë në mungesën e babait, se ata fëmijë kanë shkuar vazhdimisht në Itali. Dhe madje atyre fëmijëve i është mohuar ajo jeta që ti the një realitet komplet i ndryshëm. Ka vendosur nëna për ata 3 fëmijë, sikur të ishte prona asaj nëne. Nëse nëna dëshironte që fëmijët të kishin një jetë jo të tillë, por si ato pamje të cilat unë po i kursej dhe nuk po i jap, por që ti ke parë dhe duhet të jemi të ndërgjegjshëm me veten tonë, pastaj edhe me publikun. Duhet i kishte lënë ata fëmijë aty. Nëna ka munguar edhe për 9 muaj, pra ata fëmijë nuk kanë jetuar vetëm me mungesën e babait, por kanë jetuar edhe me mungesën e nënës. Nëna ka ikur nga Italia, ka në Shqipëri. E dëmja më e madhe konsiston pikërisht këtu. Këta fëmijë nuk duhet të lihen në pozitën që do duhet të zgjedhin mes nënës dhe babait. Pikërisht. Paktën këtë gjë nuk duhet ta bëjmë, të përdoren fëmijët si tabel qitjeje që ata të shigjetojnë inatet dhe mlefet dhe zemrimet, akuzat edhe pretendimet, sepse babai po fliste me një gjuhë shumë të ashpër pretenduese, ishin akuza shumë të rënda. Jo, të lutem, babai ktheu përgjigje teleshikueses dhe denoncimit që u bë ditën e djeshme në këtë studio. Pijet alarmant, si detaj ishte detaji që fëmia i vogël ishte dhunuar nga partneri i nënës. Pse ti nuk e pe rrëfimin e fëmijës? Po, ishte dhe pretendimi i babait njëkohësisht. Okej, kjo ju takon autoriteteve të drejtësisë për ta vlerësuar. A e pe djalin të dhunuar në fytyrë dhe në kurriz? Ajo që unë si profesioniste e shëndetit mendor kamerat dua të vlerësohet gjendja emocionale e këtyre fëmijëve, pasojat emocionale, sepse ka një ankth shumë të madh te këta fëmijë, ka një frikë, ka një pasiguri konstante. Këta fëmijë jetojnë në një stres kronik sepse këta nuk e dinë dhe vërtet nuk janë në një gjendje të mjerueshme të rish brenda 4 mureve, pra të rinë 3 fëmijë të mitur, brenda 4 mureve, pas një lloj kujdesi të ka përpara televizorit të 3 karrike të vendosur, po ti bësh re. Është shumë të qëndrojnë në balkon, të ekspozuar pra ndaj një morie rreziqesh, është shumë për psikikën e këtyre fëmijëve. Pra nuk po them që kanë marrë kujdesin e duhur prindëror nga nëna. Po ky kujdesi u mohua nga Italia. Në Itali kanë pasur kujdesin. Mirë po, do doja që të mos viheshin në pozitën që të zgjedhin dhe të ketë kaq shumë baltosje dhe kaq shumë damka që vihen mbi figurën prindërore. Pra as nëna ndaj babait të flasin në gjuhë respekti, si dy njerëz të rritur që kanë sjell 3 fëmijë në jetë dhe le të mësojnë atë sigurinë emocionale që fëmijët kanë nevojë tani. Të mos i tronditin kaq pamje për sjelljen e nënës. Se shtëpia, në qoftë se do ishte e pastër, flasim për një shtëpi të kohëve të fundit, Tani nëna pretendonte që ka ardhur ka ardhur gjyqja e fëmijëve dhe ka bërë. Ndërkohë babai thotë që pamjet filmike e hedhin poshtë si pretendim, ndërkohë edhe gjyqja ka qëndruar vetëm 5 minuta nga kamerat e sigurisë. Kjo u takon autoriteteve, nuk di të them. Është tepër. Po mund ta bëjë gjyqja për pak. Se po flasim për njolla mirë, gjithçka të hedhur aty. Pavarësisht se fëmijët thonë e bëri motra, e bëri mami, pra gjërat e hedhura. Mund të bëhen... Nuk di nëse është diçka e fabrikuar nga gjyqja në aq pak minuta, si që, okej, këta fëmijë ne duhet i marrim në kujdestari, pra nuk e di nëse është bërë në funksion të marrjes së këtyre fëmijëve. Jo, nuk kanë kërkuar asnjë kujdestari ata. E kanë bërë gabim atëherë, nëse nuk e kanë bërë për shumë kohë. Një varrim, i kishte vdekur halla e saj. Kanë bërë shumë gabim sepse i bie që e kanë injoruar për shumë gjatë këtë gjë. Domethënë këto pretendime kanë kishin bërë një marrëveshje që të bënin divorcin pa fajsi, pra ato pretendimet e tradhtisë që nuk po i hym në këtë emision të paktën për respektin e kësaj zonje, por të mos e ushqyer më audiencën pastaj me një mllep kundra nënës dhe për këtu biem dakord.
Por, hajde të bëjmë divorcin. Jo vetëm ndaj nënës, për deformimin e figurave prindërore dhe të nënës dhe të babait. Edhe fëmijët dhe ti të vish në Itali, ti shikoj jetën tënde, por fëmijët i kemi pranë të dy. Dhe gjatë kësaj kohe pas divorcit në këto 5 vite, nëna ka shkuar dhe ka jetuar në shtëpinë e ish vjerës. Pra, marrëdhëniet kanë qenë të mira, ne nuk e korrekte. Dinamikat e marrëdhënies. Dinamikën e marrëdhënies e ka deklaruar vetë nëna e 3 fëmijëve në studion e emisionit Me zemër të hapur. Sa herë që vinte ish vjera, kërkonte ti takonte fëmijët, u duknin në komunikim të dyja në ballafaqim. Nëse nëna ka minuar, nëse nëna me vetdije të plot, me vullnet të shëndosh, ka minuar, jo absolutisht, jo, nëse nëna me vullnet të shëndosh ka minuar avenirin, ardhmërinë e këtyre fëmijëve, ka bërë gjë më të gabuar, sepse nëse fëmijët kanë patur mundësi shumë të mira edukimi, mirëritjeje, mirëqenjeje dhe kanë ardhur në këto kushte mizerabël, por nuk e di se si ka qenë marrëdhënia. Ti, Iren, për qenë e pastër me publikun, i ke parë pamjet e fëmijëve? Unë jam shumë e pastër dhe dua që t'jem plotësisht e balancuar, sepse nuk vi në pozitat e një personi që duhet të gjykoj, por vi nga pozita e një profesionisti që dua të tregoj empati. Atere, e ke parë pamjet e fëmijëve në Itali, se s'mu përgjigje? Ka një kosto të jetë lartë psikoemocionale, sepse thashë vjen nga një divorc, vjen nga një barë shumë e rëndë prindërimit, të kesh 3 fëmijë dhe një që ka vuajtur me një diagnozë mjekësore, dhe kjo nën gjithsesi ka qenë e pranishme, ka qenë aty për fëmijët e saj. Janë gjëra që duen fëmijët e jetonin në Itali. I ke parë pamjet e fëmijëve në Itali? Ka shumë dëshmi që nuk më qëndron. Kam parë fëmijë të shoqëruar me çantë, kam parë fëmijë të mirëveshur, të pastër. Për komunikimin nuk më qëndron. Nuk më qëndron, më përmbyset plotësisht nga komunikimi aty, sepse komunikimi ishte tehet i vrazhdevis. Mua gjuha e gjyshes, pra shiko si po ju trajton si qenë, janë qenie njerëzore ata, janë ende të mitur, janë shumë të brisht për të drejtuar në këtë gjuhë kaq agresive, kaq të vrazhd. Çmitizon komplet figurën e babait edhe gjyshes. Jo, nuk ka të bëjë me çmitizimin, më tepër se sa nuk mund të drejtohesh në një mënyrë të tillë. Nuk mund të drejtohesh këtyre fëmijëve në gjithë atë vrerin që ti ke akumuluar në marrëdhëniet me ish bashkëshorten e djalit, ta transferosh, ta projektosh te këta fëmijë në ato kushte aq të rënda psikologjike dhe emocionale, është e tepërt. Duke hequr çfarë shikon, do ta jap fjalën më një herë te uta. Duke hequr çfarë shikon në tokë. Mbeturina të llojeve nga më të ndryshme do të thotë që ata fëmijë po ti shikosh se çfarë kanë konsumuar, nuk është një konsumim i zakonshëm. Janë ushqime të procesuara, janë ushqime jo të shëndetshme. Nuk e kam aty. Ja që kanë një vlerë të konsiderueshme. Duke parë tualetin, nuk besoj ta ketë bërë Vjera. Duke parë kuzhinën, aty ku gatuhet apo aty ku lahen enën, që regjia i jep her pas here. Kam një pyetje. Çfarë tregon kjo sjellje? Vjera, pse nuk i ka marrë këto materiale filmike dhe t'ia çonte autoriteteve të policisë, të gjykatës, të prokurorisë, pra le të drejtojë organeve të drejtësisë. Mua më vjen keq që nuk më keni ndjekur në transmetim. Që të bënte këtë ekspozim mediatik dhe pse duhet ta përbalte në këtë mënyrë? A mund të jap një përgjigje se kam gjyshen këtu? Gjyshja sa po i ka parë, ka qëndruar 5 minuta, ka vajtur në komisariat. Komisariati pastaj ka marrë masat e dhura dhe janë bërë këto pamja. Kështu që Irena duhet të tregojmë pak të kujdesshëm. Kjo është realiteti. Jo, duhet të tregojmë ne, jo për ta mbrojtur gjyshen, jo për të mbrojtur babain, jo për të mbrojtur zonjën, por gjyshja mund të ndërhyjë në mënyrë të menjëhershme i ka absolutisht. Të 3 komponentët. Më tepër se sa faj kanë përgjegjësinë e tyre. Jo, le të fokusohen te ndjenja e përgjegjësisë personale. Pra unë si nën, unë si baba dhe unë si gjyshe ç'mund të bëj në funksion të tyre. Atëre, për t'i kursyer fëmijëve këto pamje, pse nuk i lë dhe i hoqet të drejtën e shkollimit në Itali, marrjes së dokumentave, marrjes së shërbimeve sociale dhe shëndetësore? Kjo është pyetja. Vetëm këtu unë kam një pyetje drejt për drejt për nënën e këtyre 3 fëmijëve, duke e parë në sy dhe duke i thënë, të lutem, për të mos parë këto pamje, për të vijuar ti jetën tënde ashtu siç ti e meriton, dhe kishit të rënë dakord me ish bashortin, pse ja mohove vetes dhe fëmijëve jetesën në Itali?
nuk doje vetë, vjen në Shqipëri si që ka ardhur 9 muaj, jetoje dhe punoje ku të doj qefi ty, por fëmijët pse i more, se ishte një pakt të cilin ti nuk e mbajte, por njëkohësisht edhe këto pamje nuk duhet i shikonim, sepse fëmijët vinë nga një tjetër pamje, nga një tjetër realitet në Itali. Ne në këtë mënyrë më vjen keq, është gjyshja ajo që ka çmitizuar figurën e nënës, është gjyshja ajo që ka krijuar atë kompleksin e nënës monstruoze, nënës monstruoze. Pra, ç'nën monster është kjo që ju lë në këtë gjendje pa aty përballë atyre pamjeve. Ndërkohë edhe mund të ndërhynte, ndërkohë edhe mund të pastronte, ndërkohë edhe mund të gatuante diçka për këta fëmijë, nëse qëllimi do ishte kujdesi, ushqyerja e këtyre fëmijëve, përqafimi i këtyre fëmijëve, jetesa e këtyre fëmijëve në një ambient më higjenik, më të pastër, më të rregullt, atëherë do bënte. Pra, le të fokusohemi tek ndërhyrja në funksion të mbështetjes, të mbrojtjes, të përkujdesjes së tyre, jo të fokusohemi tek përbaltja dhe ato që se bëri nëna bëhet si gjyshe, pra, përderisa e pretendon. Pra, bijem dakord në një pikë që nëna nuk e ka bërë detyrën deri në fund. Nëse nuk e ka bërë, nëse këto pamje janë plotësisht të vërteta dhe gjyshja nuk ka gisht në këtë gjë, dhe është plotësisht pra, ti beson se mund të ketë gisht. Është mungesë kujdesi dhe përgjegjësia e nënës, atëherë gjyshja le të bënte punën e saj si gjyshe, le të bënte diçka për këta fëmijë, le të merrte dikë që ta asistonte në ato momente. Në komisariat thua ti nënën. Të shkonte autoriteteve të drejtësisë. I ka shkuar autoriteteve. I ka shkuar më njëherë. Le të bënte gjën e parë që mund të bënte një gjyshe. Le të bënte një dush, le të pastronte, le të bënte diçka më tepër se sa ta shpërndante, ta bënte virale. Pra, tronditja një zonjë 65 vjeçare duhet ishte kështu thua ti dhe nuk po komentojmë pamjet që ne i shikojmë. Këtë ekspozimin, këtë linqimin publik, jo, afare për linqim, për analizë. Është linqim publik nga ana e gjyshes. Okej, ky është mendimi jot. Gjithsesi për sjelljen dhe për pamjen, qoftë të tualetit, qoftë edhe të kuzhinës që ne po shikojmë, nuk mora asnjë koment nga ty. Ka dashur ta vërë në kornizën e nëna kjo monster e shenjtë. Po e theksoj për të disa nëna juaj është kjo monster e shenjtë. Pra, këtë panoram ka dashur të ofrojë. Po pse nuk e bëri në Itali me pamjet që ti të befasuan të një gjyshe që i çon, i merr, i lan, i shplan, i pyet çfarë ke bërë në shkollë? Pse nuk e bëri këtu? Në momentin që u gjend kaq e tronditur, pse nuk bëri ndërhyrjen e parë? Sepse po vinte nga një funeral, nga një humbje shumë e shenjtë e saj dhe nuk e besonte kurrë do gjente këto pamje. Japim publicitetin e dytë dhe rikthehemi në pjesën e tretë duke kërkuar ndjes të utën sepse ka kërkuar fjalën disa herë, me sa duket ka një koment të cilin jam kurioze ta ndjek në pjesën e tretë. Ndjekim publicitetin e dytë dhe rikthehemi një herë në studio. Mbas hapësirës së dytë publicitare dhe të fundit, jemi drejt për së drejti në pjesën e tretë, duke komentuar avokatja zonja Teuta Shkëmbi për ta parë nga një tjetër këndvështrim, të paktën jo nga ai psikologjik dhe emocional. Specialistë ndryshëm flasin ndryshe në studion e emisionit Me Zemër të Hapur dhe jo vetëm edhe në media, por unë jam e sigurt se të gjitha provat që ne kemi dhe që po i kursejmë për publikun e gjerë për të mos linçuar më shumë nënën, për të mos marrë në mbrojtje babain edhe gjyshen, janë prova që i përkasin gjykatës dhe avokatët mbrojtës të babait të 3 fëmijëve do t'i çojnë në gjykat, gjë që është thënë nga babai në fundin e intervistës së tij për dëgjuar Teutën e cila kërkonte të ndërhynte gjatë një diskutimi që kisha me Irenën. Një mendim profesional krejt i kundërt nga ajo që ne mendonim. Të u thosh sepse nuk ka bileta avioni, një rrugë shumë e gjatë nga Breshja drejt të Durrësit, të vish, të varrosësh hallën dhe nuk ke më kohë për të riudhëtuar përsëri, por të vish takosh Niprit dhe të gjesh ato pamje të pa precedenta, pa e mbrojtur absolutisht dhe dakord me çfarë tha Irena që mund të ishte një gjuhë komunikimi e ndryshme, përtej të gjitha provave që ti vetë ke parë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Bëhet një pakt në gjykatë për zgjidhjen e martesës, që fëmijët të shkojnë në Itali, të marrin mjekimin e duhur shëndetësor, të gjitha ato çfarë i jep shteti italian, shkollime, dokumenta dhe gjithçka tjetër, të thyet ky pakt dhe fëmijët të qëndrojnë vetëm prej 9 muajsh me babain dhe jo me nënën, si kujdestare ligjore, të thuash që
unë nuk i ka mundësi dhe ju i shikoni këto pamje sepse 180.000 lekë në muaj nuk i ka marrë nga ky baba, ndërkohë që regjia do m'japi në këto momente mandat arktimin dhe ajo në emisionin e kaluar nëna e 3 fëmijëve, unë e përshëndes, deklaron në studion e emisionit Me zemër të hapur që jo më vonë se sa 31 dhjetori 2025 kam qenë unë thot që e kam telefonuar sepse më kërkonin fëmijët dhurata. Atëherë nderuarin vjen. Më vjen keq që shoh këto pamje, patjetër çdo kush i shikon do të ndjente një shok dhe tronditje emocionale dhe jo më për të parë mandate të ndryshme këto. Nuk po flas për mandatet se kuptojmë shumë qartë, po për pamjet do shikosh edhe të 31 dhjetori 2025. Patjetër. Këto janë provat të cilat janë në funksion të asaj që babai thot, por më leo ta nis nga pamjet që u transmetuan pak më edhe më shumë se sa i ka vendosur gjykata, edhe para më shumë. E kuptoj. Më leo e nderuar ta nis nga ato pamjet që ishin vërtet shokuese. Kur them shokuese, janë shokuese kur i shikon edhe një person i rritur dhe jo më për të parë ata fëmijë dhe për të jetuar në ato kushte. Këtu më duhet të them që nuk ka vetëm një dështim prindëror, se nuk jemi për të mbrojtur as nënën dhe as babain, por këtu ka një dështim totalisht prindëror, po me të gjitha është që kemi një dështim të neve si shoqëri. Kur them neve si shoqëri, e them pasi që ky rast nuk është ndër të vetmit. Raste të tilla ka plot. Dhe këto pamje dhe mori buj kjo çështje pikërisht se dolën dhe u bë një skandal mediatik, por raste të tilla që të fëmijë që rriten në kështu kushte kemi patjetër plot. Pse kemi dështuar ne si shoqëri përpara se të jemi tek dështimi këtyre prindërve, se fatkeqësisht të dy si prindër kanë dështuar në mirëritjen dhe mirëkujdesin e fëmijëve të tyre, që janë të mitur dhe janë 3. Ne kemi dështuar si shoqëri në faktin që ne zgjidhim martesën dhe në kushtet e zgjidhjes së martesës është arritur që këta prindër pas kanë patur siguri emocionale dhe kanë arritur në kushtet që mundet të kujdesen për fëmijët e tyre dhe të arrijnë dhe marrëveshje që fëmijët për interesin e tyre më të lartë të shkojnë në Itali, të kurohen dhe kjo është për të duar trokitur në një farë forme që këta prindër pas kanë shfaqur para gjykatës mundësi dhe siguri që mund të bashkëpunojnë për interesin më të lartë të fëmijëve, pavarësisht arsyeve dhe ndarjes që ka ardhur për këtë çift. U tha që është ndarë nga bixhozi, nga alkooli, nga tradhtia, këto nuk vijnë fare, por vjen fjala për interesin më të lartë të fëmijëve, dhe në momentin që për interesin të lartë më të fëmijëve këta kanë rritur në një pakt, kjo është për tu përshëndetur. Por çfarë ka ndodhur më pas? Dhe pse të kemi dështuar ne si shoqëri përpara se të shkojmë të dështimi këtyre prindërve? Në aktin e një eksperti në gjykatë, e cila e vendos gjykata për të parë se cili është prindi i cili mund të kujdeset më së miri për këta fëmijë, se cilat janë kushtet dhe rrethanat se ku duhet të qëndrojnë këta fëmijë, vendoset një ekspert psikolog, që mund të bëjë detyrën shumë mirë, nuk i futem në këtë pjesë, mund të bëjë një detyrë shumë të mirë për aq sa i jepet nga gjykata. Eksperti psikolog bën intervistë me nënën, me babain dhe me fëmijët, por eksperti psikolog nuk shkon të shohë se ku jetojnë këta fëmijë. Eksperti psikolog nuk shikon më se a është kjo nëna në Shqipëri. Në Shqipëri po flas. Nuk është dështim institucional, jo shoqëror, që ne nuk mund të mbrojmë të gjithë shoqërinë tonë. Pastaj të mbrojmë nënën apo të mbrojmë babën apo gjyshen. Fëmijët në Brescia kanë pasur kujdestar social. Më lejoni të shkoj atje. Për shkak të dokumentave. Dhe kjo ju mohua atyre fëmijëve. Më lejoni të shkoj atje. Përpara gjykatës thanë që ne mund të shkojmë fëmijët në Itali dhe të kishin një përkujdesje për interesin më të lartë të fëmijëve, gjë që nuk u arrit. Shkaku nënës nuk pranoi të jetonte në Itali dhe erdhi në Shqipëri. Po kur vjen në Shqipëri, a ndiqen këta fëmijë nga prindrit e divorcuar, jo vetëm për këtë rast, por çdo prind që është i divorcuar. Fëmijët mbeten vetëm me atë aktin ekspertes psikologe që është caktuar nga gjykata. Shërbimi social është totalisht inekzistent. Nuk shkon asnjë punonjë social të verifikojë se si po jetojnë këta fëmijë, pse duhet të shkonin pikërisht kur plasi ky skandal dhe kur dolën në skenë këto pamje që janë vërtet shokuese, dhe aq më keq edhe me pamjet fëmijëve të mitur që do mbetet një shok dhe një traumë, sepse këta fëmijë kanë nevojë tashmë më tepër të ndiqen nga një ekspert psikolog, nga gjithë kjo zhurmë mediatike që u bë. Pra, shërbimi social është inekzistent. Duhet i kishte parë dhe duhet të ndjek këto raste, se mund të kemi mira raste në Shqipërinë tonë që fëmijët jetojnë në këto kushte, që nuk kujdeset fare, që nuk e shohin nëse nëna apo baba, kushdo që e ka kujdestarin, a kujdeset në mënyrën e duhur, a ushqen si duhet, a shkojnë në shkollë si duhet. Është e rrezikshme, nëna gjyshja e fëmijëve me të drejtë mund të ndjek shqetësimin që pse këta fëmijë do shkojnë vetë në shkollë, pa gjykuar nënën, ka qenë në kushte të marrëdhënie pune dhe ka pamundësinë, po duhet gjetur një zgjidhje. Nëse ti e ke pamundësinë, atëherë hajde ta ndajmë përgjegjësinë prindërore. Njoftoje babain në qoftë se ai është i gatshëm të vit jetojë në Shqipëri, ta bëjë ai sakrificën dhe fëmijët të ndiqen në shkollë, sepse prindrit janë për të bërë sakrificë derisa fëmia të rritet të jetë 18 vjet. Ku janë kushtet më të mira? Ndoshta sakrifica duhet të ishte bërë nga nëna dhe të jetonte në Itali, në qoftë se nuk i ka mundësitë që ti shoqëroj fëmijët. Nuk e gjykoj. Nuk është kërkuar kush që nëna të jetojë në Itali, se nëna i ka lënë 9 muaj në Itali. Më kuptoni, e nderuar Evi, më kuptoni çfarë po ju them? Po ju them që kur vjen fjala për të bërë sakrificë për të miritur fëmijët, edhe nëna duhet të shkojë të jetojë në Itali apo edhe babai për të
përkthyer në Shqipëri. Ata fëmijë jetojnë vetëm praktikisht, sepse gjatë gjithë ditës nga mëngjesi deri në darkë nëna mund të jetë në marrëdhënie pune. Është në marrëdhënie pune dhe u fol cituam si detaj që ata fëmijë që ndron pa kujdes për gjatë gjithë ditës. E nderuar edhe kjo është një pamjet në balkon dhe janë të rënda. Që edhe aty mund të ketë një rrezik. Edhe pamjet në balkon dhe gjithçka është një neglizhencë totale prindrore, që ju takon të dy prindërve të jenë të kujdesshëm për këtë. Nëna nuk mund të justifikoj veten se meqense se nuk më ka mua dërguar parat që i ka caktuar. Kemi të dhjetorit të 2025. Më lejoni të shkoj aty, ju lutem. Pak ditë para ngjarjes. Patjetër, nëna nuk mund të justifikoj veten për pagesat apo të nxjerr babai në telefon me fëmijët vetëm prej pagesave. Kjo është që e bëjnë gjitha nënat në Shqipëri dhe kjo nuk është normale. Babai ka prova dhe fakte që ja ka dërguar të gjitha pagesat dhe që është treguar bashkëpunues në mirëritjen e fëmijëve. Dhe në momentin kur një baba pranon që të shkel me këmbë edhe tradhtinë e bashkëshortes dhe t'i ofroj eja jetoni në Itali bashkë në shtëpinë tonë, ku unë po e shkel këtë çka ka ndodhur dhe për interesi më të lartë të fëmijëve të marrin dhe fëmijët dokumentacione, kjo është për të përshëndetur patjetër. Dhe patjetër që e ka hedhur poshtë me prova faktin që e ka dërguar pak regjia një më përpara, të lutem, sepse është 31 dhjetori 2025-s. Po? Pikërisht kjo idhet poshtë me prova që nëna e ka marrë detyrimin ushqimor dhe e ka pasur mbështetjen, por kjo nuk do, edhe nëse nuk do të ishte, kjo nuk do ta bënte nëna një neglizhente në ato pamje. Shiko, ne dim shumë mirë që marrja e dokumentave në Itali, qoftë për martesë, qoftë për bashkim familjar, qoftë për gjithçka tjetër, vën në lëvizje shërbimi social. Fëmijët kanë qenë në monitorimin e kujdestarit social. Pra, është në Itali kjo, është monitoruar sjellja e gjyshes, sjellja e babait, janë marrë në pyetje ata 3 fëmijë, ne i kemi në këndin e lojrave dhe ky kujdestari social ka shkuar i ka parë në shkollë, ka shkuar i ka parë në park, ka shkuar i ka parë në ambiente në orare të ndryshme, deri dhe rreth orës 2 të natës, se ku flën, si janë mbuluar, a janë të larë, a i kanë veshur bizamet, a kanë ngrënë darkë. Pra, ky kujdestari social në Itali është mohuar nga nëna. Nëna nuk e ndaloi njëri të mos jetonte në Itali dhe të jetonte në Shqipëri. Sa ajo në Shqipëri erdhi 9 muaj. Patjetër, nuk më kuptuat. Por, ajo i mori pa mbaruar dokumentat fëmijët, ku ishte interesi nëse ti zonjë, e di që njërin prej fëmijëve ke shitur mbi emrin tënd tek një person me precedent penal, e the vetë në studion e emisionit Me zemër të hapur, që erdha për procesin gjyqësor, se shita mbi emrin se njëri prej fëmijëve është me epilepsi, atëherë pse ja mohon këtyre fëmijëve kujdesin shëndetësor dhe gjithçka tjetër në Itali? Mundet të shkojë dhe të vije, dera e ish bashortit dhe ish vjerrës të shapur dhe të kujdeseshin ata për fëmijët. Dhe sot do t'i konsumonin vetes tonë këto pamje, pa të gjykuar ty, pa gjykuar edhe sjelljen e një zonjë 65 vjeçare që gjendet në mes të atyre pamje. Të gjithë jemi të rënditur. Unë prandaj nisa pyetjen me Irenën. Pra nëna të vazhdonte jetën e vetme këtu në Shqipëri, ndërkohë që fëmijët rriteshin dhe edukoheshin nga dhe ata nuk e paditën kur për braktisje të fëmijëve. Dhe kjo është fisnikëria atyre njerëzve, që nuk e than kur që ti zonjë i larguar 9 muaj, ke një kujdestari ligjore dhe po i braktis këta fëmijët. Ktu është qytetaria atyre. Por të marrim tani në analiza kaq intime shprehjet e një tronditje, prandaj të pyeta në fillim, ti vetë kur i pe ato pamje, çfarë mendove? Më erdhi pafund keq, si gjyshja ose si nëna, nuk dihet. Më erdhi pafund keq për mënyrën se si u drejtua regjistri i komunikimit i papërshtatshëm për strukturat teje të brishta, teje të mitura të atyre fëmijëve. Nuk mund të kuptonin atë lloj gjuhe aq të vrazhd, atë lloj gjuhe që gjithçka kishte në fokus përbaltjen e Po ndërkohë rrëfimin e fëmijës se si e ka rrahur një shok i nënës, si t'u duk? Se ne këtu do ndalojmë, se kishte shenja në fytyrë, kishte edhe shenjat në kurriz, por nuk folëm fare për këto gjëra. Pra hajde ta na shkalojmë, pse kemi arritur në këtë situatë nuk e bëj dot. Jo më kot thashë. Ja, 31/10/2025. Tek mungesa e mbrojtjes dhe mungesa e mbështetjes tek ta fëmijë. Më shumë se të bëjmë gjuhën e kritikës, hajde të marrim faktet, marrim dëshmitë, të depozitojmë aty ku duhet, edhe të marrim përgjegjësinë prindërore, pra nëse vërtet babai është një babai i denj, është një baba që mund të prinderoj më mirë, mund të prinderoj në analizë, por jo të ngrejmë në pjedestal dhe të heqim nga linçimi publik nënën, kur dha jo është pjesë e fajit. Mjafton të prinderoj mirë dhe të bëj atë që quhet interesi më i lartë i fëmijës. Fëmia të ndihet i sigurt, fëmia të ndihet i mbrojtur, fëmia të ndjej përkujdesjen. Më nxjini pak edhe komunikimin e Bashkisë Durrësit dhe Shërbimit Social, sepse edhe këtu dua të ndaloj pak me ju, janë disa
disa terma të paprecedenta në fakt të përdorur nga njoftimi i shërbimit social Durrës, për sa i përket dhe mua më vjen mirë që ata kanë marrë masën që nënës t'i jepet një shans i dytë. Nuk jam absolutisht që nënës t'i hiqen ata 2 fëmijët, por dua t'i them kësaj nëne, bashkëpuno me ish bashkëshortin, e ke mundësinë për të bashkëpunuar me ish bashkëshortin. Ky duhet jetë qëllimi. Më i kujdesshme ndaj fëmijëve. Drejtoria e Shërbimit Social pranë Bashkisë së Durrësit nëpërmjet drejtoreshës së saj bën me dije se pak më parë ka përfunduar mbledhja e grupit teknik ndërsektorial, ku bëjmë pjesë vetë Shërbimi Social, OJQ, policia, shëndetësia e të tjerë lidhur me ndihmë për 3 fëmijët dhe nënën e tyre. U vendos që menjëherë t'u vihet në ndihmë atyre duke i dërguar urgjent në spital dhe 3 fëmijëve veshmbathjen të gjitha medikamentet për trajtimin e sëmundjes. Pra, infeksionin e lëkurës, do të bëhet pastrimi, disinfektimi i banesës, këto i morën përsi për t'i financoj një organizat, ndërkohë familja do të ndihmohet që ta zhvendos regjistrimin, këtu do ndaloj pak, nga vau idejës, pasi me letra janë banor të Malësisë Madhe, të kuptojmë pse zonja ka shkuar në veri të Shqipërisë, ndërkohë që është nga jugu, dhe të regjistrohet si banor të Durrësit. Duke u bërë banor të Durrësit, bashkia do të regjistrojë në listën e atyre që do të strehohen në banesa sociale. Nënës nëpërmjet zyrës së punës do të ofrohet sërish një punë dinjitoze, në mënyrë që të mos punojë 16 orë sikundër pretendon, por 8 orë në mënyrë që të mirisë fëmijët e saj. Nënës gjithashtu do t'i ofrohen kurse prindërimi në funksion të mirëritjes së fëmijëve. Për çdo ditë do të kryen kontrolle mbikëqyrje nga shërbimi për mbarvajtjen e familjes. Pra, ajo do të jetë në provë për të parë nëse është e aftë të mbaj kujdestarinë ndaj atyre fëmijëve apo jo. Unë nuk e di që prindërimi të ketë kurse, gjithsesi. Janë kurse të aftësimit prindëror, pra si të bëhemi prindër më të mirë, më të denjë, më të përkushtuar dhe më të devotshëm, si t'japim, si të optimizojmë kapacitetet tona si prindër në funksion të më të mirës, të mirëritjes, të mirëqenies këtyre fëmijëve. Shiko, një detaj tjetër që nuk e kemi zbuluar, do ndaloj ke vau idejes. Vau idejes është pikërisht pashaportizimi që zonja e ka regjistrimin në gjendje civile, pasi ajo vetë tha që kam shitur mbiemrin tek një person me rekorde kriminale që donte mbiemrin e zonjës, dhe më pas kam shkuar në gjykatë dhe dua të heq këtë, prandaj kam qenë ka plot detaje të dyshimta edhe nga ana e nënës, pa dyshim. Më lind pyetja, sepse të gjithë informacionet na vijnë nga njerëz që i njohin. Zonja nuk ka lidhje me Veriun, ka lidhje me Shqipërinë e Mesme, pra me Durrësin, me Kavajën, por ndërkohë familja e saj është nga jugu, nga një X qytet. Në këtë qytet është një banesë e cila mbahet e mbyllur nga prindrit e zonjës. Pse nuk shkon kjo zonjë, por duhet paguaj këtë qëra? Pse nuk shkon në këtë qytet? Se dhe aty ka turizëm. Dhe të jetojnë në shtëpinë e prindërve të saj? Janë papërgjegjshmëri individuale të saj. Një pra, papërgjegjshmëri të vjerrës, të babait, por edhe të zonjës. Jo ta marrim në mbrojtje një gjë që duket me zë dhe me figurë. E thatë edhe vetë, aty ne nuk shohim mungesë të mirëqenies. Aty ka një shtëpi në kushte të mira, po ajo është e papastër. Po njolla duat të di tokën, mirë rrobat janë edhur, po njolla kush i ka bërë. Është një shtëpi e papastër, por jo një shtëpi që tregon varfëri. Po kuzhinën kush e ka bërë? Nderuar, nuk tregon varfëri ajo që ti çaj mallin që pse si jeton në shtëpinë që e ka të mbyllur. Aty nuk ka varfëri, aty ka papastërti, aty ka neglizhencë, aty ka keq qëndrim të edhe vetë mund të qëndrojë, edhe vetë ajo, dhe jo vetëm fëmijë, se nuk mund të lëshosh këmbën tek ai ambienti. Pra nuk mund të themi që ajo është e varfër apo se i kanë munguar parat për këto fëmijë. Kjo është një neglizhencë totale prindore. Jo, ne duam të themi ato çfarë ka thënë zonja në këtë studio. Dhe kur unë ju them ne kemi dështuar si shoqëri është që shërbimi social këtu tek ne del pasi plas skandali. Nuk bën asnjë verifikim. Pra çdo ditë do shkojnë në monitorim. Ndërkohë që ishte kundërta në Itali. Po pra, thatë shumë mirë që në Itali fëmijët ishin të mbikëqyrur, kujdestar social, po çdo ditë. Ajo që thash jemi të dështuar si shoqëri është sepse kur bëhet një skandal i madh, atëre na dalin këto shërbime sociale që për çdo ditë janë të mira dhe për çdo ditë marrin vendime të mira, po i marrin pasi ka plasur skandali. Sipas nënës dhe sipas shkollës, shërbimi social është vënë në dieni. Por nuk ka shkuar për ta punën. Se ne i kemi institucionet, instancat, ligjet ne i kemi shumë të mira, por nuk i vëmë zbatim. Në fakt vetë nëna e fëmijëve ka kërkuar ndihmë, se dua t'ia them Irenës këtë gjë, përpara se të dalin këto pamje në fillim të janarit, ka telefonuar ish vjerën, ka telefonuar dhe ish burrin dhe i ka kërkuar t'i vinin në dispozicion për shkak të një infeksioni të lëkurës, sepse dihet që infeksioni i lëkurës vjen për shkak të papastërtisë dhe të këtyre pamjeve që shohim, dhe ata i kanë thënë që nuk i marrim dot na bjerë recetën. Në momentin që është zbuluar sëmundja, ajo është
tërhequr dhe nuk i ka kërkuar më medikamentet, prandaj jam fëmijët, sepse është një sëmundje ngjitëse, një infeksion ngjitës, prandaj ata janë rehabilituar në Spitalin Rajonal të Durrësit, ku po marrin shërbimet e duhura. Ama ende janë lënë nën përgjegjësinë e nënës, Po, nën kujdesin e nënës. Jo, gjatë kësaj kohe, pra edhe pse ishte marrë diagnoza mjekësore, edhe pse këta fëmijë ishin konstatuar që kishin sëmundjen e zgjebës sërish, prej gjyshes dhe babait janë lënë në mirëbesim në kujdestarinë e nënës. Ka vazhduar që nuk vendos gjyshja dhe babai. Sepse nuk mundet gjyshja dhe babai të kapërcejnë gjykatën dhe vendimet e gjykatës. Nuk kanë bërë kërkesën për të marrë. Kanë hapur padi. Kanë hapur padi edhe gjyshja dhe babai për kujdestarinë atyre 3 fëmijëve. Sa po e tha babai. Para 5 vitesh kishin rënë dakord. Nuk do t'i hym divorcit me fajsi, por fëmijët në mënyrë konsensuale kanë planuar variantin e Italisë. E gjithë çështja. Mirë, unë shpresoj që nga ato kurset e prindërimit, edhe pse është qesharake, dua ta theksoj këtë gjë. Është një goditje të jetë fort identitare për rolin e saj si nën. Edhe ky si kurs. Domethënë është ai helmi sheqerosur. Tani edhe institucionet goditën në thuati. Patjetër është një skepticizëm i madh, pra nuk e dihet nëse a mund t'ja dalë ajo, ama kërkon një mbështetje, një asistencë shumë të mirë. Patjetër, nëna është një gjendje të rëndë psikologjike dhe emocionale. Po, edhe nga emisioni i shofruar ndihmë. Nga ne i shofruar ndihmë, por nuk kam zbuluar detaje. Është një gjendje stresi kronik, ka një ankth prindëror të jetë lartë, të jetë intensiv dhe duhet ta kuptojmë. Për një prind nuk ka frikë më traumatizuese. Patjetër ne do t'i identifikojmë të dyja palët. Të dyja palët, e vis ne këtu nuk kemi për një anshmëri, kurse si. Doja ta nisja nga figura e të tretëve për të thënë që këta si prindër të përveshin energjit edhe fuqit në funksion të këtyre fëmijëve, jo në funksion të damkosjes edhe të shigjetimit njëri tjetrit. Pra hajde të bëhemi bashk, të bashkojmë fuqit tona për të bërë më të mirën për këta fëmijë. Jo, hajde si të ekspozohemi e të linçojmë njëri tjetrin. Po shprishun nga njëra palë, këtë dua të them, që kjo marrëveshje ka nisur dhe nuk duhet të ndërpritet nga njëra palë. Nëse nëna ka djegur, ka minuar mundësinë e të ardhmes së këtyre fëmijëve, ka bërë veprimin më të gabuar. Ka shumë gjëra që meritojnë të hidhet dritë, ka shumë terë në prapasken. Megjithatë, shpresoj që drejtësia, pra unë shpresoj që autoritetet e drejtësisë të bëjnë më të mirën e tyre dhe t'ja besojnë prindërimin prindit më të përgjegjshëm. Më të përgjegjshëm. Faleminderit, po, duhet ta mbyll. Vetëm një fjalë të shkurtër, duke parë që emisioni u ndoq shumë, kjo temë u bë shumë sensitive dhe jam e bindur që edhe këtë emision po e ndjekin shumë. Duke parë se si janë ndar njerëzit, duke mbruar luksin e nënës, disa duke rrëzuar luksin e nënës, duhet ta dinë ta kenë të qartë që ligji nuk e gjykon luksin as të nënës as të babës. Ligji gjykon mbijetesën dhe jetesën e fëmijëve. E nëse nëna apo babai, kushdo qoftë, ka dështuar në miritjen dhe të, është shteti ai që duhet të ndryjë dhe jo fjalët e komentet në përgjithësi. Dhe me fjalët e zonjave të nderuara, duke i falenderuar, unë ju falenderoj dhe juve që na keni ndjekur drejt për së drejti në ekranin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24. Bashkë ndajemi këtu për të ritakuar në ditët në vijim. Deri atëherë, miru takofshim.